Një zhvillim interesant ka ndodhur sot në gjyqin kundër Ilir Metos dhe Monika Kryemadhit, pasi SPAK ka dorëzuar një listë me afro 30 emra për t'u marrë në pyetje. Meta dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë, lidhur me çështjen Çesdia dhe kontratat e lobimit me SBA. Në listë bien në sy disa emra interesant, të cilët rrezikojnë ta fundosin Ilir Metën, duke I marrë me radhë. Në krye është Josef Hejsek, ish shefi ekzekutivi i ÇEZ. Nuk dihet nëse ai do të arrihet të gjendet dhe të sillet për të dëshmuar, por duhet thënë se në arbitrazh Hejsek ka deklaruar se Ilir Meta kishte rekomanduar Kastriot Ismaila insinjeriun e tij të besuar për mbledhjen e borxheve të vjetra për llogaritë të ÇEZ shpërndarje. Emri I cili rrezikon vërtet pozitat e Ilir Metës është Elvis Mata, drejtori ekzekutiv I kompanisë Dia, e cila bëri pazaret me mbledhjen e borxheve të prapambetura. Hetimet e SPAK bazohen në një padi të juristit Romeo Kara dhe në këtë padi juristi ka treguar me detaje mbi lëvizjet e Elvis Matait. Madje Kara ka pasur edhe biseda me të cilat I tregon në padi. Duhet theksuar se Elvis Mata ka pasur rol thelbësor edhe në gjyqin ndaj Kastriot Ismail, I cili u dënua me burg. Kara ka rrëfyer edhe bisedat me ish zyrtarin e Dias, Elvis Mataj. Sipas tij I ka rrëfyer lidhjet e Metës me Kastriot Ismailaj. Sipas asaj që ka pohuar disa herë në ambiente të ndryshme, vetë Ismailaj apo ish drejtori ekzekutiv I Dias, Elvis Mataj, dyshja Meta Ismailaj janë takuar në Prag me dyshën Martin Roman dhe Tomas Pleskash, të cilët kanë qenë përkatësisht numrat 1 dhe 2 drejtor të ÇEZ Group. Ismailaj me mburje në më shumë se një rast ka pohuar se ish ambasadori I Republikës së Shqipërisë në Prag, Qazim Tepshi, u aksidentua qëllimisht nga palaçeke që ai të mos ishte I pranishëm në takimin e sipërpërmendur, ka rrëfyer juristi. Ndërkohë, në dosjen e SPAK theksohet se të dhënat të rëndësishme përftohen nga proces verbali I datës 23/9/2021, proces verbali I transkriptimit të bisedave regjistruar me video dhe audio që ndodhen në USB, të dy USB-vet, në të cilat ndodhen regjistrimet që ka realizuar gazetari Ertan Hoxha me shtetasin Elvis Mataj. Regjistrimet janë audio dhe video dhe pjesëmarrësit në bisedë janë Elvis Mataj dhe Ertan Hoxha, si dhe kameramani që I regjistron. Nga pamjet dhe përmbajtja e bisedave audio duket qartë se biseda është e lirë dhe asnjë prej bashkëbiseduesve nuk është nën presion apo I kanosur. Këto dy USB janë dorëzuar në prokurorinë e posaçme nga gazetari Ertan Hoxha. Në këtë regjistrim, shtetasi Elvis Mataj dëshmon për një sër rrethanash lidhur me çështjen Çesdia, shtetasin Kastriot Ismailaj, njohjet e tij me shtetasin Ilir Meta dhe marrëdhënien me të, lidhjet me shtetasin Petrit Ahmeti e të tjerë. Dy emra të tjerë me rëndësi janë Kastriot Ismailaj dhe Vojsava Ismailaj. I pari nuk ka pranuar të dëshmojë kundër Ilir Metës deri më tani, por gruaja e tij Vojsava ka dhënë një intervistë e cila e fundos Ilir Metën totalisht. Ajo në atë intervistë flet për para, presione, pazare e të tjerë dhe për ta forcuar këtë, SPAK ka thirrur si dëshmitare dhe gazetarin që e mori në intervistë Fatos Mahmutaj. Ndërkohë në listë bien në sy edhe dy emra interesant, Baton Haxhiu dhe Bashkim Ulaj. I pari është marrë madje edhe në pyetje nga SPAK. Në vitin 2003 Ilir Meta ka bler një vilë në Golem me vlerë $60.000. Sipas deklaratës së parë të pasurisë së Ilir Metës, vila kishte edhe një lulishte prej 327 metër katror. Për të mbuluar vlerën e vilës, Ilir Meta thotë se ka marrë në atë kohë një kredi te Banka Italo-Shqiptare. Në vitin 2006, pra 3 vite më vonë, Ilir Meta e shet vilën në Golem për €300.000 te një biznesmen I njohur. Shuma e fituar nga shitja e banesës nuk u deklarua nga ish-presidenti në ILDKPI në vitet 2007-2009. E njëjta banesë u rishit në vitin 2021 nga biznesmeni te gazetari Baton Haxhiu për €80.000. Dyshimet janë se Baton Haxhiu është pjesë e një skeme pastrimi parash. Sa I takon Bashkim Ulajt, kreu I Gjener 2 është përfshirë në një diskutim gati për plasje ekonomike me Ilir Metën në lidhje me procedurat për shtrimin e fibrave optike dhe projekte të tjera infrastrukturore. Bisedat e siguruara nga SPAK tregojnë një seri takimesh të fshehta mes Bashkim Ulajt dhe biznesmenit Adrian Shatku, kushëriri I Monika Kryemadhit, e cila e pranoi para mediave lidhjen e miqësisë me biznesmenin. Madje ka pasur një takim mes Shatkut dhe Ulajt, ku I pari I shkruan Kryemadhit se biznesmeni kishte rënë dakord për planin e tërheqjes, por ajo e porosit të kishte kujdes nga ai. Pra duket se dëshmit në GKKO do të jenë shumë interesante, pasi ka shumë persona në fjalë që din shumë për dyshen Meta Kryemadhi, teksa ka edhe nga ata si dy të fundit që janë të zhytur edhe vet.